Sot përfundojnë 7 ditëzie kombëtare që u mbajtën pas tragjedisë së madhe e të tmerrshme që ndodhi javë më parë në Koçan. Në qeveri, sot mbajtën preskonferencë të përbashkët, kryetari komunës së Kisellavodës dhe kryetari bashkësisë së njësive të veçeverisës lokale Orse Gjorgjevski, zëdhënëse të qeverisë Venera Azizi dhe Maria Miteva dhe drejtori klinikës universitare për sëmundje kirurgjike në Shkup, Nebosjan Nastov. Gjorgjevski informoi se të gjitha komunat përmes BNVL-s kanë filluar kontrollet e jashtëzakonshme inspektuese në të gjitha objektet publike në mbar vendin. Kjo do të thotë se shkollat, kopshtet, sallat sportive, institucionet kulturore, si dhe të gjitha objektet e hotelerisë po inspektohen tërësisht. Vëmendje e veçantë, Gjorgjevski tha si kushtohet objekteve ku strehohen fëmijët edhe të rinjët. Tregohet kujdes që objektet të kenë pajisje të përshtatshme zjarr fikse dhe hidratant funksional, a janë instalimet elektrike të sigurta dhe të mirëmbajtura siç duhet, a janë të gjithë dokumentet e nevojshme dhe raportet e sigurisë. Shumë kryetar komunash po mobilizojnë shërbimet e tyre. Do të ketë zero tolerancë për parregullësitë. Objektet të cilat nuk janë të sigurta do të marrin urdhër për heqjen e menjëhershme të mangësive dhe nëse është e nevojshme, do të mbyllen përkohësisht derisa të korrigjohen mangësitë. Në klinikën universitare për sëmundje kirurgjike në Shkup, aktualisht janë duke u trajtuar 10 pacient nga zjarri në diskotekën Puls në Koçan, 6 prej të cilëve tashmë janë nënshruar transplantimit të lëkurës për shkak të shkallës së lartë të djegës së tyre, informoi drejtori i klinikës Nebosjan Nastov. Lidhur me gjendjen aktuale shëndetësore të pacientëve nga spitali nga ICDV, e cila është klinika universitare për sëmundje kirurgjike në Shkup, aktualisht janë të shtruar 10 pacient, prej të cilëve 6 tashmë kanë bërë transplantim të lëkurës për shkak se ishin pacient me shkallën më të lartë të djegjes, gjithsesi shkallës së tretë. Pacientët e mbetur vazhdojnë t'i bëjnë kontrollet e rregullta dhe tashmë gjatë javës së ardhshme, sipas planeve që kemi, edhe pse duhet të përsëris se situata është shumë fluide dhe mund të ndryshojë nga ora në orë, janë planifikuar lëshimet e para në shtëpim. Ndërkaq, zëdhënësja e qeverisë Venera Azizi tha se angazhimi dhe përkushtimi i qeverisë për të mbështetur ata që janë prekur nga kjo tragjedi dhe për të zbardhur të vërtetën e kësaj tragjedie, do të vazhdojë me intensitet të paprecedent. Qeveria e Maqedonisë ka ndërmarrë masa të menjëhershme për të ofruar mbështetje të plotë të gjitha atyre që janë prekur nga kjo tragjedi. Përveç atyre që po trajtohen në spitalet tona, deri tani 116 pacient janë duke u marrë trajtim në spitalet të jashtme dhe 188 familje i shoqërojnë ata me të gjitha shpenzimet e mbuluar nga shteti. Shteti mbulon të gjitha shpenzimet që përfshin udhëtimin, akomodimin dhe nevojat e përditshme të tyre. Azizi njoftoi se nga nesër kryqi i kush për çdo person të prekur nga kjo tragjedi do të fillojë të ndajë mjete financiare familjeve prej 150.000 denar. Ky angazhim i menjëhershëm i qeverisë, zëdhënësja tha se ka për qëllim të sigurojë që asnjë i prekur nga tragjedia mos të jetë pa mbështetje.